Ndërkohë të ndalemi pak në rajonin e Ballkanit. Si mendoni me rikthimin e Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, Ballkani është më i rrezikuar nga ariu rus dhe Serbia apo SBA ende nuk e ka bërë atë veprimin e madh për t'u tërhequr? Donald Trump ka rolin e vet si president realisht, po Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ndryshon politikat e tyre ndaj vendeve aleate siç është Kosova dhe Shqipëria dhe vende tjera në rajon. Përkundrazi ne kemi sot një Defense 2025 ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ushtarët amerikanë marrin pjesë në këto zhvillime dhe kështu që amerikanët kanë për synim që gjithsesi të bazat kryesore të bajnë në Shqipëri. Pasi që Shqipëria gëzon një pjesë strategjike në pjesës lindore. Si pjesë e Defender 25, Kosova, pra forcat e sigurisë Kosovës dhe ushtria amerikane janë duke zhvilluar nga data 26 maj e deri në 9 qershor një stërvitje të përbashkët ushtarake si pjesë e forcimit dhe strukturimit edhe të forcave të armatosura të Kosovës, por edhe si një tregues i fuqisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Ballkanit. Kjo stërvitje a është një shenjë kundrejt çdo agresioni të mundshëm që mund t'i vijë Kosovës dhe konkretisht në këtë rast një përgjigje ndaj vetë Serbisë? Po, ashtu është realisht, për shkak se Serbia në kohën e kaluar ka zhvilluar stërvitje ushtarake me Rusinë dhe kjo është një pjesë strategjike e amerikanëve, konkretisht Aleancës Veriatlantike të NATO-s, që dëshiron që forcat e sigurisë të Kosovës të shndrojnë një forcë të fortë e cila e ka mekanizmin për mbrojtje, por në rast ndonjë sulmi prapë do të sulmojnë ndaj atij në agresore që do të ketë. Forcat e armatosura të Republikës Shqipërisë, po ashtu edhe forcat e sigurisë të Kosovës bëjnë trajnime të vazhdueshme realisht. Ne kemi pas 152 ushtar dje që i nisë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithsesi në pjesën ushtarake, ku do të bëjnë trajnime të ndryshme, të nevojshme dhe besoj që Kosova në një kohë të caktuar do të arrit kapacitetet e tyre të plota ushtarake për mbrojtjen e territorit vet, duke pas parasysh do të ketë edhe ndihmën NATO-s që pikë synim kryesor është Kosova të hyjë në NATO. Dhe kjo është një stërvitje e cila e ndihmon Kosovën për në NATO. Me gjithë praninë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Ballkanit dhe konkretisht në Kosovë, nga ana tjetër, a ka element të cënueshëm që Kosova mund të rrezikohet nga Serbia? Realisht Kosova çdo ditë rrezikohet nga Serbia, sepse nuk kemi një marrëveshje të paqes, po ashtu Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet dhe anasjelltas edhe Kosova dhe Serbia realisht ka dikon 70% që ka deklaruar edhe ministri mbrojtjes zotri Maqedonci dhe po ashtu ne i dim që edhe pjesët e sigurisë të saj strukturat e sigurisë shërbimit sekret dhe ushtarak tentojnë çdo ditë më shumë të sulmojnë në mënyrë verbale strukturat e sigurisë të Kosovës dhe hapësirat e territorit të Republikës Kosovës, të cilat realisht në jetën e përditshme janë të padukshme, por nëpërmes të strukturave të tyre ata bëjnë çmos për të sulmuar Kosovën në mënyrë hibride. Çfarë po ndodh me Aleksandar Vučić, i cili priti djalin e dhëndrit të Donald Trump dhe u duk se do të kishte një derë të hapur në Shtëpinë e Bardhë, por në një vizitë të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai mbeti krejt i zgënjur pasi nuk mundi të takonte Donald Trump dhe politika zyrtare e Beogradit gjeti një justifikim duke thënë se ai ishte i smur të paktën në një deklarim zyrtar. Dhe më pas ai u pa në paradën e festimeve
të përkujtimit të fitores mbi nazizmin në Moskë. Çfarë po ndodh me Aleksandar Vučić? Ku po qëndron ai? Se një këmbë ka në Moskë dhe tjetrën kërkon SBA-n dhe Bashkimin Evropian. Kjo këmba në Moskë është e qëndrueshme, ndërsa këmba tjetër realisht ju ka dëmtuar tej mose për shkak se ne e kuptojmë se Donald Trump dhe djali tina kanë pjesë ekonomike dhe interesit ekonomik, ndërsa sa i përket Departamentit Amerikan të Shtetit vendos se çfarë dhe kënd do ta ftoj që të jetë prezent dhe të takoj edhe Donald Trump. Donald Trump normal është presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, është i respektuar, por që udhëhiqet nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ne i kuptojmë politikat amerikane dhe ata e kanë dhënë inteligjencën e sigurisë tyne dhe ata e parashikojnë çdo çka se çfarë do të ndodhë. Dhe ajo që ndodhi dhe se si, e ftuan zotri Vučić e ftuan në Amerikë dhe në fund e kthyen duke mos marrë asgjë, sepse karrimi tina ishte diçka tjetër, por që ju ndryshua agjenda dhe më pastaj përfundoi në Moskë, ashtu i smur, shkoi në paradën të ushtrisë së kuqe, por atje nuk ishte i smur dhe kuptojmë këto edhe mediat edhe njerëzit e sigurisë edhe ata gjeopolitikës se çfarë kemi të bëjmë. Në optikën tuaj si eksperti i sigurisë, si mendoni se do të jetë qasja politikës amerikane kundrejt autokratëve që mund të shpallen non grata ose mund të kenë probleme në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mund të kenë të njëjtin fat si Milorad Dodik? Unë shpresoj të ndodhen ato dhe çdo gjë që ndodh dhe sanksionohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, departamentet e ndryshme dhe nga vetë shteti, ne janë të mirëseardhura, pasi që Milorad Dodik është njërin nga strukturat e shërbimit sekret FSB të Rusisë. Ne i kuptojmë këto dhe Rusia ka pas qasje të vazhdueshme në Republika Srpska, se në ato të shërbime sekrete, po ashtu edhe ushtarake, ashtu siç ka edhe në Serbi. Dhe amerikanët kanë, për shembull në Kosovë kanë një bazë kryesore dhe në ushtarake, e cila bazë ka kapacitetet të mjaftueshme për t'ju kundërvyer ndonjë sulmi që do të jetë planifikuar nga Rusia apo nga pjesë tjera, dhe që përcjell komplet pjesën e Ballkanit, çdo ditë më shumë zhvillohet, financohet zhvillimi i tina dhe besoj që një të ardhmen shumë të shkurtër Shqipëria do ta ketë edhe flotën ajrore, bashkërisht me ato amerikane, edhe forcat e sigurisë të Kosovës do të kenë trajnime të vazhdueshme. Dhe kjo është ndikim shumë i posaçëm ndaj forcave të sigurisë të Serbisë, po ashtu e Republikës Srpske, pasi që Dodikun e dim që ka ngritur në Bosnjë e Hercegovina ka ngritur akt akuzë ndaj tina dhe ai pritet çdo moment të arrestohet, por jo një arrestim medial apo problematik se çysh planifikon Dodik, por planifikimi i tij është që në mënyrë të qetë të arrestohet dhe të dërgohet para organeve gjyqësore. Edhe pse Dodik nuk do të lejojë një gjë të tillë, pasi që ai dëshiron të emigrojë në Rusi.